një pispiliet dimrore, e ngrohtë dhe e shishme. Të dashur ndjekës, sot do bëj një recetë dimri me pras, se më i lirë se prasi, asgjë s'ka në treg. Në zvatrën do ta përziej një gotë me miell misri edhe një dorë miell gruni, do t'i hudhim vojin. Tuaj pa rrugës, një filxhon, kjo është 2 filxhona gjithsej, pak kryp, edhe piper i zi, që jep shumë shije, i heq edhe aromën, po edhe një diçka tjetër, prasi nuk duhet preho kështu imët e imët, po rrath. Do e lejmë të zbuten. E lejmë tash të kavërdiset, po jo që të njitet, duhet i rish te koka, se prasi njit me njerë, nuk e përzi, avash, ja, të prime kështu rrath. Po vetëm doziz duhet jetë al den. Tashi që prasi u tret, do t'i hudhim shumë pak ujë të nxehtë, të zi dhe pak në ujë. Kush dëshiron i hedh qumësh, po unë kam kanal popullor dhe ekonomik, kështu që edhe ujë, përpara me ujë e boni, tash i kanë dalë këto saltaneti, ajo është në bazë dëshirës, tash i e lejmë të zi pak, se ujë bën punën e vet dhe e zbut akoma më shumë. Flaka duhet jetë e ullët fare, se janë momentet e fundit, dhe unë tashti po grinja 2 tufa me koper, i jep shumë shije koperi, jo në energjik, po koper, as majdanozi nuk shkon, vetëm koperi. Tashti e fikim fare, do hedhim një gotë, ju thash, një gotë me miell misri, miell për bukë, sigurisht. Do hedhim dhe gjysmë gote me miell gruni. Kosin do ta hudhim në një tas më të madh. Unë do të hedh 2 kokra. Deri në 3 lejohet, jo më shumë, po unë 2 mesatarja, edhe pak kryp, edhe një lugë të vogël, më thash, me fryrës brumi. Kujdes me këtë, përzjeni mirë. Nuk duhet jetë shumë e fortë. Ashtu i hudhim dhe koperin. Jeshilliqet janë dhe më të mira për organizmin. Tashti e kemi gati me fut në një tavë, me pjek në furrë, me temperaturën 280 gradë. Vojnë kjo e do se i jep shumë shije. Tava do lë mirë, që mos njësi poshtë. Pak miell gruni, pudrosi e lehtë. Do e provoj dhe pak për kryp, që ta boj tamam. Do edhe pak, kush i hedh gjizë ose djath, duhet ketë kujdes me krypën. E sheshojnë pak për bukuri, që t'jetë e nxehtë furra, se është miell misri, si puna e bukës që duhet para pregatit soba. Ja dhe pispilia që pregatitëm me shumë pak miell, tashti e kam gati për servirje.